Do flasim për diçka tjetër, diçka jo fort e zakonshme po ndodh në qytetin e Mitrovicës, më saktësisht në anën veriore. Atje janë mba një grumbull qytetarësh, themi kështu, të cilët janë shfaqur me flamoj serb dhe me thirrje nacionaliste, por se çka realisht po ndodh aty do ta kuptojmë përmes një lidhje bashkë me kolegun tim gazetar Gazmend Morina nga Mitrovica. Gazmend, nëse po na dëgjon, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit për ju. Po, ju jeni nga Veriu Info dhe sapo keni raportuar për një grup qytetarësh atje që kanë pas flamoj serb me vete dhe kanë bërë thirrje nacionaliste, disa video të cilat tashmë janë edhe në rrjetet sociale të publikuara, por çka po ndodh realisht dhe se për çfarë po bëhet fjalë? Janë konë një grup të rish semi maturant të një shkolle fillore dhe maturant të shkollës teknike, cilët për fund vetë shkollor dolin edhe defilojnë me cindra flamoj Serbis, edhe defilimi kryesore bojnë të miti i tyne për Kosovën që është ngritur nga kisha ortodokse serbët e busti i Carlazorit, të mqeshin e Mitrovicës së Veriut, i kanë bërë disa minuta në defilim edhe kanë nejtë, në kohë diçka tjetër ma shumë se kasë. Ndërkas, prej orës 16:30, sipas informacioneve që i kemi, dhe të defilojnë me të njëjtën parodë edhe gjimnazistat, maturantat e gjimnazit Mitrovicës Veriu. Pra janë një grup nxënësh dhe maturantët që ndoshta e kanë kthemi kështu këtë rutinë gjatë diplomimit dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar për gjithë ata që po pyesin se çka po ndodh, nëse është ndonjë protestë apo ndonjë mbledhje radhës. Jo, shqetësim nuk ka kurrë, e kanë bërë edhe më herët, edhe jo para toshit, nuk ka diçka për më shqetësu, po zakonisht politikanë serb, edhe këta atlistët serbë që morën dirigime pe i Beogradit, po i përdorin pak minë për propagandë dhe ngritje të emocioneve nacionaliste serbë. Po pra, besoj që qëndrojnë kjo, sepse ndoshta edhe nxënësit dhe studentët nuk do duhet të preokupoheshin me këto thirrje nacionaliste, ku ishte afër metra, afër urës, Ibrit, aty ku janë edhe qytetarët? 200 metra për urës të Ibrit të bjen, dhe rreth rrotullimin Mitrovicës Veriut, që aty poshtë i vendosur edhe busti i Carlazorit. Për shkak situatës kriju me vitet fundit, serb e moshës madhore nuk po është që po mundën më mbledh na për protesta, për mi ngritë qytetarët një emocion të këta, tash në prak edhe të zgjedhjeve nacionale dojnë me mojt një frymë nacionaliste, zollista serbe, Knesi Judejse edhe komunat, edhe që ka bo edhe para luftë, edhe ta zakonisht i përdorin pak fëmin për me dollë candër dhe mendjes dhe me ngritë emocion të elektorati tyne. Po, e qartë. Po e shohim edhe nga kjo paraqitje juaja që gjithçka është në rregull, qytetarët po vazhdojnë me lëvizjet e tyre dhe nuk ka vend për tension apo për shqetësim, e qartë. Zotka formale është atë një shqetësim në kohë prej Mitrovicës Veriut. Këto kanë bërë dhe në Lepësavit sëtë dhe në qytet tjetër në Zveçan, dhe me thonë nuk është vetëm Mitrovicës Veriut, të raportu për Mitrovicës Veriut, po gjithandej po e mojnë një faremacionit gjallë për mes maturantave, semi maturantave, me ngritjet plamurit, me broharitje, me hypje lvivës, Carlazorit, edhe një parpryme nacionaliste po këshyrin me mojnë gjallë. Po, e qartë, në anën tjetër, në gjitha portalet e Mitrovicës është raportuar edhe për një helmim masiv të qenëve Endacak. Keni informacione se çka realisht ka ndodhur? Nuk e di saktësisht puna e qenëve Endacak, u bu një shqetësim serioz për qytetarët e Mitrovicës, përkundër që po japen nga 300.000 euro në vjetë nga komuna e Mitrovicës, po bëhen një shqetësim i madh për qytetarët, vjen jetë më shumë të ura Ibrit, e kanë kafshu dhe kanë lëndurën, që mos të shenë policia dhe ushtarët e këfurit nga urës të Ibrit, atë pranë ti që rrinë vend statik, dhe të ishte patale për jetën e tij. Po, sepse, si që thatë edhe ju, po jepen shumë të mëdha parash për komunat që t'ju japen të nderet personave që do duhet i trajtojnë dhe ti... Menaxhimit të ndereve, qatë preokupime, kanë mi menazhu qatë e pore, edhe pi trajtojnë, kanë i mujtë të qatë dhe kurse ma shumë. Po, duhet një organizim më i thellë. Po, do të kemi mundësi të diskutojmë për të edhe një herë tjetër, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim dhe këto informacione që na solle. I përshëndesim punë të barë.